أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Falënderojmë Allahun Dhul Xhelal, salavatet, selamet që dërgojmë Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Vazhdojmë temat tona dhe ne kemi hap një kapitull të ri, pra el ghuslu wal hukmu al junubi. Këtu tek libri jon I'lamul Anam Sharh Bulughul Maram, madhhabi Hanefi në bazë të haditheve të Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Diskutimet që i bëjmë ne çdo xumaje këtu në mbrëmje në xhamin ton pas namazit të akşamit, ndërsa kur na jepet mundësia që ta bëjmë edhe atë publike nëpërmjet rrjeteve sociale, bëjmë atë. Me aq sa kemi mundësi, për duke lutur Zotin Xhelal Xhelal që na jep bereqet në punën tonë. Edhe na mundsoj Allahu Dhul Xhelal që shpërndajmë dinin e Zotit Xhelal Xhelal nëpërmjet fjalëve të Allahut dhe Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam dhe shpjegimin e kësaj feje, e këtij dini, ashtu siç e bën hoxhallarët prej gjeneratave të para mbas Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam dhe zinxhiri trashëgues, vazhdues nga Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam deri në ditët tona, duke i përcjell shkencat islame të gjitha ata nëpërmjet fjalëve të Allahut dhe Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ne për çdo natë gati se përmendim diçka për rregullave e të usulu fikut, se janë të përmenda tu të libri. Ne nuk i përmendim kështu tekstualisht se si e ka përmend hoxha, mirë po duke e bët përshtatshme ato që të jetë edhe më e kuptueshme për xhamatin që janë këtu, për edhe ata të tjerë të cilët neve na përcjellin nëpërmjet rrjeteve sociale. Pra ne tash kemi një kapitull të ri këtu në librin ton, është gusli dhe dispozitat e xhenublëkut, pa pastërtisë esenciale të njeriu që ndodhen si pasojë e nevojave të veta fiziologjike. Prandaj hoxhallarët e kanë diskutuar edhe guslin në aspektin etimologjik, pra në aspektin gjuhësor të saj, çfarë do të thonë, edhe në aspektin kuptimor se çfarë do të thonë. Prandaj kanë një definicion gusli. Hoxhallarët ulemat tonë kanë thënë alladhi asabathu janaba wa hiya al-hadath al-akbar wa tutlaqu fi shar'i ala man anzala al-maniyya bi shahwatin wa ala man jama' سمي جنبا لأنه يجتنب الصلاة والمسجد والقراءة القرآن. Pra pse është quajtur gjunub? Pra çfarë do të thonë një herë gjunubi? Do të thonë gjendje fiziologjike që e prek njeriu për arsye të marrëdhënieve intime ose të daljes së spermës nga trupi i atij. Pse e kanë quajtur gjunub? Është shumë interesante që ta dini se nuk është gjunub vetëm i papastër, ne e përkthejmë si i papastër. Do të thonë Sumia junuban li'annahu yajtanibu salate. Për arsye u quajt junub, për arsye se i largohet. Pra junub do të thonë i largon prej çfarit? I largon prej namazit, prej leximit Kuranit, prej prekjes Kuranit, e kështu me radhë. Pra edhe hyrjes në xhami. Pra u quajt junub njeriu ose çajo situat, ajo gjendje fiziologjike e njeriu për arsye se atë e largon nga leximi i Kuranit, e largon nga namazi, e largon nga hyrja në xhami. Tamam? Që ta kemi qartë se pse quhet. Për atë arsye ne e themi shpesh, nuk mund të gjejmë një term përshtatshëm për secilën term islam që është. Për shembull, sa qef kemi ne gjejmë terme që vetëm shqipt flasim. Për shembull, themi zekatin, ta thuna me një tatim fetar. Nuk është tatim fetar. Prandaj çështjet termet islame, terminologjisë islame kanë kuptimin e vet gjuhësor dhe kanë kuptimin e vet tematik të fjalës. Prandaj kur përdoret, ja për shembull, kur përdoret imani dhe islami bashk, kanë tjetër kuptim, kur përdoret imani veç edhe islami veç, kanë tjetër kuptim. Edhe këtu, për atë arsye ne duhet, kur e përmendëm nëse u kujtohet vudu, çfarë do të thonë. Pra, njeriu ne bën të ndritshëm.
edhe nëse e përdorim në vend të vudut e përmendim abdesin si e kemi bën në të zakonshme, nuk e ka atë kuptim se prejadin e ka prej persishtës. Pra, nëse dëshiron ti t'ja përshtatish, duhet t'ja përshtatish pikrisht asaj që është kuranore ose asaj që është prej gjuhës arabe, sa ati e ka temelin. Prandaj ne duhet gjithmonë të ruhemi edhe të kujdesemi që termet islame të përdorim si terme islame. Ne i themi namazi, realisht salat, në cilën ka brenda edhe lutje, edhe përkushtim, edhe formën se si bëhet, se ka kuptim terminologjik, ka kuptim gjuhësor, ka kuptim kuptimor, po ka edhe kuptim tematik, se varet për cilën temë përmendëm. Prandaj ne duhet jemi ne të paktën që studiojmë këto lëmi, duhet jemi të kujdesshëm kur themi xhunub, çfarë do të thonë. Xhunub nuk do të thonë vetëm i papastër, se muslimani në esencë nuk është i papastër, nuk e bën kurrë atë të papastër. Kështu i tha Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam Abi Dharr al-Ghifariut kur e takoi ato në njërin prej tregjeve. E kishte pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mirëpo pse kishte qenë në gjendje që xhunubllokut, nuk kishte dështi folë Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Se ka ditë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do i fol për dorë ose do përshëndet për qafe ose diçka kur e pa Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam u largua. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përcjelli prap shikimin atij, ai edhe një herë u largua derisa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e takoi pejmbas pra. Edhe i tha, "Pse ik pej meje?" Tha, "O pejgamberi Allah, gjë nuk desha të bëj përveç se të largohem se jam në gjendje xhunubllëku." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha, "Muslimani nuk e bën papastër asgjë." Pra xhunub çfarë do të thonë? Të largon prej namazit, mban larg prej namazit, mban larg prej leximit Kuranit, mban larg prej hirjes në xhami ose prej tavafit rreth Ka'bes, se kështu me radhë ato dispozita tjera të cilat bëjnë. Mirë, po xhunubllëku nuk është gjendje që esencialisht e prish muslimanin ose e bën të papastër atë gjendjen atij. Zot na ruaj. Nuk ka diçka që njeriu e bën të papastër. Kjo mesele do të jetë e qartë në këtë fillim të këtij kapitulli cilën ne e kemi hapur. Se Zoti Gjallëshanu tha në Kuranin famëlar, "Wala junuban illa abiri sabilin hatta taqtasilu." Edhe as xhunub, pra shive tash, moment që ne xhunubin e përdorim si terminologji të shariatit, kuptohet tash se ai njeri pas ka një gjendje fiziologjike, një gjendje faktike të vetën, ka arrit të jetë i papastër në kuptimin e papastërtisë kuptimore, edhe ai çfarë i thot Zoti Gjallëshanu, illa abiri sabilin hatta taqtasilu, tregon Zoti Gjallëshanu për namazin, thot mos t'i afrohet namazit ai që është i papastër, ai që është kështu, ai që derisa të lahet. Pra moment që lahet, pastrohet, merr gusull, ka arrit në gjendjen e pastërtisë, cilën Zoti Gjallëshanu e kërkon. Wa in kuntum junuban fatahharu, nëse jeni po ashtu Zoti përmend në Kur'an, nëse jeni të papastër, pra jeni xhunub, atëherë pastrohuni. Ne kemi këtu një hadith që e përmend, që e transmeton Ebi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal ma'u min al-ma'i. Rawahu Muslim wa asluhu fi al-Bukhari. Hadithin e transmeton Imam Muslimi, po është edhe tek Imam Bukhariu radhiyallahu ta'ala anhu. Çfarë është ky hadith? Pra nga Ebi Sa'id al-Khudriu, pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thënë, innamal ma'u min al-ma'i. Për me përkthi shqip, bukfalisht do të dalë pa kuptim. Atëherë kur ka ujë, obligohet ujë. Që do me thënë, nëse ejakullon buri ose gruaja, atëherë obligohet me gusull. Allahu akbar. Që këtë hadith një, mbajeni mend tash, pra e transmeton Imam Muslimi, e transmeton edhe Imam Bukhariu. Kemi hadithin tjetër me radhë. An Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها 4 ثم جهدها فقد وجب الغسل. Tha nga Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thënë, nëse do me thënë krin aktin seksual me gruan e vete 4 herë, pra ma shqip me thënë penetron 4 herë, edhe largohet prej saj, e ka për obligim guslin. Edhe pra nëse ejakullon ose nuk ejakullon, prap bëhet obligim gusli. Ky hadith është muttafaqun alej. E kanë nxjerrë edhe Imam Bukhariu edhe Imam Muslimi. Po mira, punon dikush me këto hadithe. Si u merr mendje ju? Dhe janë për 4 mezhebeve. A punon dhe janë me këto hadithe? Asnjëri s'punon. E tash kur vin dikush edhe lexon vetëm hadithin, edhe thot ja hadithi se si thot hadithi Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, nëse i afrohesh gruas tënde vetëm një herë,
Pra, një penetrim, edhe të te këtë se s'kam vakës e të shkujnë xhami, për shembull, s'ka nevojë gusull merr abdes u kri. Jo! Asnjëni pi ulemave nuk e përdor këtë hadith. Pse nuk e përdor? Se janë të deregum të di hadithet. Janë të, domethënë, veprimi i tyre është pezullu. Ka ardhur një hadith tjetër, ka ardhur një veprim tjetër i Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, i cili e ka derogu pikërisht këtë veprim, cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i dikur më herët u ka përmend sahabëve. A kemi qartë tash? Prandaj ne kemi nis këto tema që të themi njerëzve, mos e merrni kallop hadithin e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Pra si e kanë dëgju hadithin edhe tash po e marr, po e praktikoj. Nuk është ashtu. Nuk është ajo që Zoti xhalla xhelalu dhe shanu e kërkon prej neve. Për ato janë ulemaja, dietarët, cilët duhen në këto raste edhe të neve të na shpjegojnë hadithet. Pra fikul hadithi del hadith Abi Sa'id al-Khudri, hoxha thotë që hadithi Abi Sa'idit tregon që vetëm nëse ka ejakullim atëherë ka gusëll. Ndërsa po ashtu thotë idha xhelesa bejn hadithi ditë thotë nëse ka akt seksual i cili është më shumë se 4 herë, atëherë obligohet gusli. Mos u vjen marrë, këto tema duhet bëhen. Që tash do të vijë një hadith tjetër, njëna pi grave të sahabëve kur e pyet Resulullahin sallallahu alaihi wasallam. Këto tema s'ka marrë, se duhet dish a ke abdes as ke abdes, a ke gusull as ke gusull, a ke namaz as ke namaz. Këto janë tema të cilat duhen në jetën e përditshme të njeriu. E tash hoxha thot, wa dhahaba jamaahiru as-sahabati wat-tabi'in thumma 'amat al-fuqaha al-amsari wa minhum a'immat al-arba'a wa ghayrihim ila wujub al-iqtisal 'ala ar-rajuli wal-mar'ati idha tahaqqaqa al-wad'u. Tha kanë shku pra nuk kanë punu me këta hadithe, me këta të di hadithet. As sahabët në kohën e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, pra mbas që janë të regu, po as tabiinët, po as hoxhollarët prej 4 mezhebeve, as njëri nuk ka punu me këta hadithe, të cilat ne tash më herët i lexuam. Edhe pse janë Buhari, edhe janë Muslim. Por atë njeriu duhet të jetë ekspert i lëmis për me thonë me nxjerr një dispozit të shariatit prej hadithit ose prej ajeteve e të Kuranit. Për çfarë arsye kanë thënë? E pa njëna prej atyre arsjeve unë e përmenda është mensuh, pra është i deroguar si hadith, janë të di hadithe të deroguar për arsye se ka një pra janë nesh është zaventsu vendimi ligjor, kështu është shqip neshi. Me përkthi, është zavendsu vendimi gjithësor, vendimi i shariatit Zotit xhalla xhelalu xhelashanu me një vendim tjetër, qoftë me Kur'an ose me hadith Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. E kuptum tash këtë çështje që neve padyshim na duhet shumë. Ta'wilul hadithi innama al-ma'u min al-ma'i innahu fil ihtilami ورد ذلك على ابن عباس رضي الله عنه وغيره ويترد عليه بأنه لا تساعد عليه ورواية الحديث أبي سعيد في قصة نتبان. Pra, hoxhollarët tu e kanë diskutuar gjëre gjatë përse nuk punohet me këto hadithe dhe i kanë nxjerr disa pi haditheve që neve do na vinë inshallah taala tash më vonë do t'i përmendim hadithe tjera të cilët e kanë rrëzuar atë dispozit cila është venduar më herët me hadithet Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Se sot në këtë kohë që jemi ne mund gjeni në përfaqe të ndryshme të rrjeteve sociale që njerëzit thonë ja ki hadithi shifesh çfarë thon muslimanët. Ti mos u gut. Merë shifa është që i përdoret, a ka një hadith tjetër që i ka deroguar ato, a ka një hadith tjetër cili e ka rrëzuar diskutimin mbi atë hadith, apo veprimi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ose i sahabijut. Prandaj janë hoxhollarët, elhamdulillah, dhe shkencat islame, cilët e shpjegojnë në mënyrë detaje, japin detaje të rreth hadithit Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Meta yajibu ghaslul muhtalimi. Tha hoxha e ka bërë një titull tjetër, nën titull, një mësim të ri, kur është obligim gusli për atë që ejakulon, pra shprazet në atë aspektin fiziologjik të vetin, an Ummu Salama ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha, anha qalet, ja'at Ummu Sulaimi imra'atu Abi Talha ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqalet. Nga nëna e besimtarve, Salama, thot erdh një grua pi sahabëve, Ummu Sulaim, gruaja e Abi Talhas, te Resulullahi sallallahu alaihi wasallam, faqalet, ja Rasulallah, inna Allah la yastahyi min al-haq. Allahu nuk ka turp të vërtetës. Inna Allah la yastahyi min al-haq. Allahu nuk ka turp të vërtetës. Pra nuk duhet kemi turp sa i përket të vërtetës të pjesën përsende që neve na duhen. Zoti na ka leju. Pra Zoti na ka ndaluar të kemi turp kur është çështje e vërtetës.
Pra të vini njëri në xhami dhe thotë hoxha më fal me gusull s'di marr. Nuk o be turp kjo. Ose hoxha më fal se unë kam bë këtë formë aktin seksual timin, mirë po s'di çfarë të bëja, të falem apo mos falem. A kam abdes a nuk kam abdes, a kam gusull a nuk kam gusull. Pra këto çështje nuk do të na vjen marrë. Xhamatit tonë fatkeqësisht, e veçanërisht trive, marrë vin pjesën për këtë tema. Edhe tamam e shohin një hoç që ka nisë me fetva kështu edhe nuk i çkepen atij pse intereson, edhe është shumë e drejtë. Është shumë e drejtë që ata të interesohen se është çështje e përditshme. Gusli është çështje e përditshme, abdesi është çështje e përditshme, marrëdhëniet intime janë ndoshta çështje të përditshme për dikandin. Prandaj janë shumë të rëndësishme që me i di. Tha erdhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe i tha o pejgamberi Allahut, Allahu nuk ka turp, pra nuk na ka urdhëruar Zoti të kemi turp, ke vërteta. Çfarë don atëherë? Hel ala al-mar'ati min guslin idha hiya ihtamalat? Tha, o pejgamberi Allahu, ta obligohet gruas gusli kur ajo ejakulon, pra arrin në ejakullimin e vet, orgazmin e vet. Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, idha ra'at al-ma." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha, "Pa marrë këtu." I tha, "Po, nëse e shef ujin." Pra nëse e shef lëngshëm, atëherë obligohet ajo që të marrë gusull. Akhrajahu sab'a, 7 prej njerëzve që i kemi përmendur ne shpesh, Imam Buhariu, Imam Muslimi, ashabu sunan 4 edhe Imam Ahmedi radiallahu ta'ala anhu, 7 e kanë nxjerr këtë hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pa çfarë bën ky hadithi? Ky hadithi ne i definon disa çështje të cilat ne i tolloviti pak hadithi parë. Do t'i shohim inshallah ta'ala se vjen edhe hadithi tjetër. Istinbat qauluhu sallallahu alaihi wasallam, "Na'am idha ra'at al-ma." Fjala pejgamberi alayhi salatu wasalamit, po kur ta shohë ajo ujin, pra kur ta shohë që është e lëngshme, yadullu ala wujubil ghusli al-mar'ati idha tamalat wa wajadat balala. Pra obligohet gruaja me gusull kur ajo pas një ejakullimi të vet shef që ka ujë lang, atëherë obligohet të marr gusull. Idha ihtamalat mar'a wa kadha rajuli thumma istayqadha wa lam yara shay'a fala ghasla bil ijma'i abada. Po merë nëse kanë pa një ëndër të atil që mirë po nuk kanë pa ujë, nuk kanë pa lëng, nuk kanë pa, ulemat komplet janë, unik, që nuk ka gusull për ata, nuk obligohen me gusull. Po do të marrë gusull, në të marrë. Mirë po nëse nuk e ka pa ata, atëherë nuk obligohet me gusull. Idha stayqadha al-mar'atu wa kadha ar-rajulu wajada balala, e nëse gruaja shef një ëndër, me cilën ëndër ajo arrin knatësinë e vete, edhe shef që është lagur, atëherë obligohet, qoftë burri edhe gruaja obligohen me gusull. Pra nëse ka ndodhur diçka në ëndrat e tilla. Aqsalul mashruati, guslet që janë legjitime, kështu e ka titulluar hoxha këtë. Si jemi me kohën? Alhamdulillah. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من 4. Tha Aisha radiallahu ta'ala anha, pra transmetohet nga Aisha radiallahu ta'ala. Pejgamberi alayhi salatu wassalam merrte gusull në 4 raste. Min al-janabati, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte junub, wa yawm al-jum'ati, ditën e xumah, wa min al-hijamati, kur bante hijama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa min al-ghusli al-mayyiti, dhe kur lante xhenazë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pra larjen e xhenazës ne e folëm si temë vete, u kujtohet besoj. Edhe diskutuam ato edhe atë hadith cilën ka ardhur nga ana e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Pra edhe një herë po i përsërisim. Hadithin kush e ka nxjerr? Ebu Dawudi radiallahu ta'ala anhu wa sahhahu Ibn Khuzama. Ibn Khuzama është njëri prej ulemave të mëdhej të hadithit. Do t'i përmendim inshallah ta'ala. Unë dua një herë ju ka pak t'i mësoni këto emrat. Bëhet, si me thënë, bëhet e zakonshme për ju, Buhariu, Muslimi, Ebu Dawudi, Ibn Majah, ashabu sunan, Imam Ahmedi, Imam Maliku radiallahu ta'ala. Dua
që këta emra për ju të bën krejt njohët, edhe ju më ti dini ata emra, ti njihni ata emra, edhe ne inshallah taala, ndoshta jo ka fundi këtyre temave, po ka mesi dikundi, do të bëjmë një ligjërat enkas për me tregu historikun e sicilit nga ata, të paktën, një biografi të shkurtër për secilin prej këtyre imamëve të mëdhej, cilët kanë transmetuar hadithe. Nuk flasim për imamët e mëdhej të medhhebeve, po imamët e mëdhej që kanë transmetuar hadithe të Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, ose më mirë thënë që i kanë tubu hadithet në për librat e veta. Se ato që kanë transmetuar hadithe janë sahabët edhe zinxhiri transmetuesve, ndërsa këta Imam Muslimi, Buhariu, Ibn Majah, Imam Ahmed ibn Hanbali, Imam Maliku, Tirmidhiu, e kështu me radhë, këto janë ulema të cilët kanë tubu hadithet e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam dhe kanë bërë librat e veta për hadithet e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Imam Buhariu dhe Muslimi e dim se kanë bërë sihah, pra kanë bërë libra me hadithe autentike, ndërsa 4 prej sunenve kanë bë libra të cilët kanë bënë me hadithet e Resulullahit, mirë po të klasifikuara në ashabul ahkam, pra në dispozitat shariatit, farzi, vajibi, suneti, mustahabi, e kështu me radhë, namazi, agjërimi, kështu i kanë daj. Për atë arsye dallojnë për asaj që i ka bë Imam Buhariu dhe Imam Muslimi radiallahu ta'ala. Çfarë kemi ke ki hadith? Pra çfarë kanë nxjerrë ulemaja? Pra kanë thënë vërtet janë 4 gusle që Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam i ka bë. Pra minel janaba është fars. Pra kur ke xhunoblok është fars të lahesh. Mirë po ditën e xhuma është sunet të lahesh. Që do të vijë një hadith tash i Omerit radiallahu ta'ala anhu, diskutim me Uthmanin radiallahu ta'ala anhu në xhami ditën e xhuma. Do ta shohim inshallah taala. Kështu kanë bërë sahabët. Ne sot i kemi shumë të fortifikuar me këta. Edhe tema kur kemi, edhe diskutime kur kemi, nuk duana veç ne të flasim. Nuk është kështu. Islami ka qenë gjithmonë i hapur. Një grua në kohën e Omerit radiallahu taala a çupe në fund xhamis i ka reagu. Në kohën e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam një grua është ngritur për në fund ka reagu, ka thënë o pejgamberi Allah, për burrat mban shumë ligjërata, për ne gratë shumë pak ligjërata. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u cakton ditën e enjte në mas namazit të iqinis, pra nëse i keni mbajt mend kur ishim ne 3 shumë pleq, hoxhallarët pleq, mbanin natën e xhumat, ditën e enjte mas iqinie, mbanin ligjërata në për xhamiat tona. Për me mbajt këtë sunet pejgamber alayhi salatu wasalam. E ai mlidhte gratë Resulullah sallallahu alaihi wasallam prej sahabëve dhe u mbante ligjërata për me plotësu ato që gratë nuk mundin gjithmonë në ligjëratat e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam marrin pjesë. Po i kthehemi hadithit. Pra 4 sipas transmetimit të Aishës radiallahu ta'ala anha, 4 fazat ose 4 kohët kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjendjet kur Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam merrte gusull ishte prej xhunoblokut, ditën e xhuma, kur bënte hijame Resulullah sallallahu alaihi wasallam, edhe kur lante dikandin vdekur. Këto janë. Çfarë kanë thënë? Për të parën kanë thënë është fars. Prej xhunoblokut është fars. Tek xhumaja edhe janë unike kjo. Këtë xhumaja janë sunet. Është sunet gusli ditën e xhuma, minel hijameti, po ashtu është sunet në përjashtim të arsive shëndetësore. Nëse mjeku thotë që nuk është mirë të lahesh, do të presësh 24 orë, do të qëndrosh me ato që e thot mjeku. Mirë po është suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është suneti i Resulullah sallallahu alaihi wasallam, ndërsa minel guslil mejiti, mbas që e lash një të vdekur, kanë thënë është mendup, është e pëlqishme, nuk është obligim. Për çfarë arsye? Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe vepra e sahabëve ka treguar që ata kanë lajë xhenazën, apo veç kanë marr abdes ose s'kan marr hiç abdes janë fal, e kanë fal namazin e xhenazës, po edhe namazet tjera me ata. Jemi qartë te kjo mesele? Pra 4 gusle kemi. Në 4 situata të ndryshme, prej xhunoblokut, ditën e xhuma, hijame edhe kur lajm një të vdekur. Hadithi tjetër është pak më specifik kur ka është obligim ose kur preferohet gusli. An Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu fi qissati Thuman ibn Uthal عندما أسلم وبعث به إلى حائط ابن طلحة فأمره أن يغتسل فاغتسل. Thot nga Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, transmeton Imam Ahmedi radhiyallahu ta'ala anhu, edhe Ibn Khuzame e ka bë këtë hadith e ka bë me kushtet e Imam Buhariut dhe Muslimit, thotë edhe pse se kanë nxjerr ata. Pra, kur e ka krahasuar me ata kushte, ka thënë është i njëjtë me ata kushtet e Imam Buhariut dhe Muslimit. Çfarë është hadithi? Thotë kur
Ebu Hurajra tregon momentin kur e pranoi Islamin Thumanet ibn Uthalin. Njëri prej sahabive pranoi Islamin, mi po ai ishte në Mekke. E pranoi Islamin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dërgoi ila Hait Abi Talha, nga Hait Abi Talha i dërgoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një letër, këtij që e pranoi Islamin, që të marrë gusëll në moment që e ka pranuar Islamin. Që neve na del në dispozitë re, që do me thonë, nëse një pabesimtar e pranon Islamin, ai e ka për obligim të marrë gusëll. Pra kështu na del dispozita. Çfarë kanë thënë ulemaja? Thonë jo, përveç Imam Ahmedit. Ahmed ibn Hanbal ka thënë obligimi është edhe për qafirin, në moment që e pranon Islamin e ka për obligim të marrë gusëll. Ndërsa mezhebi jon Hanefi, Shafit edhe Malikit kanë thënë jo, yustahab, është e pëlqishme për të marrë gusëll. Çfarë kanë thënë tjetër? قال العلماء إذا أراد الكافر الإسلام فليبادر به ولا يؤخره للاغتسال. Pra, kur një pabesimtar dëshiron të pranojë Islamin, ne duhet ngutemi që ai të pranojë Islamin, mos tërhiqet. E jo t'i thona prit pak një herë shko laju. Ai më shkut la ta gjeu ti thotë dikush ku ose familja, ç'a jetu po ç'të lam se të pranojë Islamin, duhet ndalen. Po alama keq ke populli jonë diçka tjetër, cila nuk është ta këtu me temë, do ta flasim ne më vonë inshallah taala. Ai don ta pranojë Islamin, to minjerë thon, po si ta pranojësh Islamin do të bësh sinet. Edhe ai ç'i sinet bëm. Edhe ato kur ja tregojnë formën e të bëmi sinet, edhe ai trishton, se ato ja egzagjerojnë punën e sinet llokut, edhe ai thot prit pak ta mendoj edhe një herë, e le Islamin ndoshta për sinet llokun. Vërtet sunetia është një prej asaj që neve na dallon si musliman, mirë po prap ngelen me dispozitën e sunetit. Nuk duhet ne ta shtrëngojmë atë tepër edhe çështjen e të larjes sa njeriu të bëhet pishman për me pranu Islamin, mbas diskutimeve të shumta shembull me njerëzit ose mbas hulumtimeve të mëdha që mund t'i bëjë njeriu për me gjetë fenë e Zotit xhaleshanun, nga padija ose në karak një hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe thona, shive prit pak një herë shko laju, ma pa hajde këtu në thuaj shahadu la ilaha illallah, shahadu anna Muhammadan rasulullah. Jo. Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam sa sahabi e pranuan Islamin, bile nuk ishin krishterë ose jehudi. Shumica ishin mushrik, që besonin më shumë se një Zot. Po ai u thonte vetëm thuni ashhadu an la ilaha illallah shahadu anna Muhammadan rasulullah. Mos andeu am se namazin, am se guslin, am se abdesin, am se namazin, am se edhe çfarë namazin u mësojmë gradualisht. U mësoj rregullat e Islamit në mënyrë graduale, për me pa që është e mundshme të kemi si më thon të ketë hapësirë njeriu për me pranu Islamin. Prandaj ne duhet jemi kam këtu një shkrim që e kam bë kur isha në studime, po do ta lam inshallah taala për në fund për me diskutu bashkërisht. Qalu ulama idha arada al-kafiru al-islam falyubadir bihi wa la yu'akhiruhu lil-iqtisal bal tajibu al-mubadarata bil-islam wa yuhrimu tahriman shadidan ta'khiruhu lil-iqtisal aw ghayri. Kan thënë ulemaja përveç se duhet gutemi, duhet t'ja shpjegojna mirë Islamin, edhe duhet në asnjë formë nuk duhet ta vonojmë me çështje tjera. Për shembull, ti thona, ai e pranon Islamin ditën e Han, për shembull, ose ditën e Marr. E thona le deri xhumanën, se ka më shumë kallaballak këtu. Dhe thona ne Allahu Akbar kur ta pranosh Islamin. Mo çoni herë thotë la ilaha illallah. Thuaj herë thotë la ilaha illallah te hi Islamin zemër. Mas andej imani ngadal, mas andej stabilizohet, mas andej vjet xhumaja dhe aja mund ta baje psikologjikisht jetë mjasin e 400-500 vetëve se kemi në xhuma apo jo. Pra krejt të çështje tjera duhet lehen për më vonë, ama jo Islami për më vonë. Islamin do ta pranoje momentet e para. Një hadith që ne duhet ta patjetër ta diskutojmë këtë. An Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. Edhe hadithi tjetër an Samaratu ibn Jundub radiyallahu ta'ala anhu قال قال Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawadda يوم الجمعة فبها ونعم ومن اغتسل فالغسل أفضل. Kemi di hadithe. Njërin hadithe kanë nxjerr 7 prej ulemave të hadithit, 7 prej ulemave të hadithit që i përmendëm më herët, Buhariu, Muslimi edhe 4 prej ashabus sunan, Imam Ahmedi dhe Imam Maliku, edhe kemi një hadith tjetër që e kanë nxjerr prej 5 prej ulemave. Çfarë thot hadithi i parë? Shkurt për arsye të kohës ta mbylli.
Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka hadithi I parë, guslu yaumul jumati, gusli në ditën e xumë, wajibun, është obligim për çdo njeri që ka hip në moshën e biligut. Pra çdo njeri që ka hyrë në moshën e biligut, në fazën e biligut, në fazën e pubertetit, e ka për obligim të marrë gusull ditën e xumë. Kjo formë kur e shikon hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ta bën vajib guslin ditën e xumë. Hadithi tjetër, për atë arsye shpesh po e përmend unë. Duhet ti mbledhësh hadithet për me thonë çka të kum lexu pi haditheve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Hadithi tjetër që ka përmend hoxha këtu, që transmetohet prej ulemave, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kush merr abdes ditën e xumë, fa biha wa ni'mat. Lum për atë që ka marr abdes ditën e xumë. Wa man iktasal fal ghuslu afdal. E ai që ka marr gusli është më mirë për ta. Pse ki hadith ka ardhur, edhe ki hadithi tjetër, hadithi I parë, pse ka ardhur ki hadithi I parë? Hadithi I parë ka ardhur se njerëzit për ditën e xumë mbledheshin në Medinë pe periferisë Medinës. Edhe keni parasysh pluhuri, djersa, era se si boshi kur njerëzit takoheshin bashk. Edhe njerëzit e Medinës po ashtu do kush nuk boshte, nuk ishi kujdesshëm, pejgamberi alayhis salatu wassalam u thoshte, shife metodologjia e pejgamberit alayhis salatu wassalamit. Forma se si u drejtohesh xhamatit. Law annakum tatahhartum li yawmikum hadha. Sikur të merrnit gusull ju në këtë ditë. Nuk u thonte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pse keni ardhur kështu, mos hajdi më kështu, gabim keni ardhur, ju e vjen era e keqe, pse ke hin xhami kështu, ose pse ja afrua asaj faltori zgjër, se kanë falë në aspekt në natyrë të parë, në natyrë të jashtme ose në hapësira të çelta e kanë falë namazin e xumat. Nuk I qërtonte Resulullah sallallahu alaihi wasallam, po I nxiste që ata të marrin gusull. Prandaj ka ardhur ki hadithi tjetër që e shpjegon si abdesi kështu, e nëse do të kishin marrë gusull pak më mirë. Metodologjia e forma se si u drejtohesh te Resulullah sallallahu alaihi wasallam e ka bërë. Çfarë kemi prej dispozitave, po gutem pak për arsye të kohës. Dhahab Imam Ahmad ibn Hanbal wa Malik fi riwayatin anhu wa huwa madhhab Daud al-Dhahiri ila an al-ghusl al-jum'ati fard. Imam Ahmad ibn Hanbali, edhe një mendim ke Imam Maliku, e kanë bë fars larjen ditën e xumë, guslin ditën e xumë. Ndërsa di mezhebe tjera, edhe një mendim të mezhebi, pra mezhebi Hanefi juani, mezhebi Shafi, edhe një mendim e mezhebit Maliki, Imam Malikut radiallahu ta'ala anhu, ka thënë që xumë larja është sunet për arsye të një hadithi që na vjen javë pak më vonë, po inshallah ta'ala do ta lëm për dersin tjetër, diskutimi mes Omerit radiallahu ta'ala anhu dhe Uthmanit radiallahu ta'ala anhu, sa I përket asaj se si erdhë Uthmani me vonjës të xhamia ku mbante hutbë Omeri ju drejtu se pse u vonua, I tha me do punë të mia, shkova deri në shtëpi mora abdes, tha edhe abdes veç edhe nuk e ke marr guslin tamam, që është suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mirë po të tjerët nuk e kundërshtuan, edhe ai vazhdoi erdh. Pra ai tregoi me ato vlera është më e madhe gusli ditën e xumës se sa e abdesit. Nëse njeriu I mundsohet, nëse nuk I mundsohet, mjafton të kese abdesin e vet, edhe të vije në xhami për me fal, ose në vendet hapura për me fal namazin e xumës. Inshallah ta'ala do të vazhdojmë me këto diskutimet tona për me I pa se çfarë na thot pejgamberi alayhis salatu wassalam në librin ton në Bulughul Maram, tek diskutimi që bëhet në Ilamul Anam sharh Bulughul Maram të hoxhës ton Nuruddin Aitër. Deri javën tjetër inshallah ta'ala, Allahu dhul jalali